أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, libër në të cilin autori ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin e 4 në këtë kapitull, hadithin 656, që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه. نرفان أبو هريرة رضي الله عنه I cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Benu Israilët I qeverisnin pejgambert e tyre. Çdo që vdiste një pejgamber zëvendësohej me një tjetër. E pas meje nuk ka pejgamber tjetër. Por pas meje do të ketë xulefa, khalife në numër të shumtë. E thanë sahabët: Ja Rasulullah, çka na urdhon të bëjmë ne? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: zbatone beslidhjen një pas një. Beslidhjen që jepni halifes të parit e në vijim një pas një. Pastaj përmbush një obligime tuaja ndaj tyre dhe lutni Allahun për obligimet e tyre ndaj jush. Sepse Allahu do I merr në pyetje ata për kujdesin që kishin për popullin të cilin e qeverisnin ata. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihet e tyre. Në mësimin e kaluam filluam me sharimet e para në lidhje me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili vjen në kapitullin që flet për detyrat dhe obligimet e qeveritarve ndaj popullit që e qeverisin. Dhe se duhet secili musliman ta kupton se marrja e pushtetit nuk është marrja e privilegjit, e përparësisë, e benefiteve, e përfitimeve, por është marrja e përgjegjësisë. Kjo është fakti kryesor të cilën e potencojnë të gjitha këto hadithe, se pushteti është përgjegjësi. Dhe secili që merr pushtet, secili ka me dhënë llogari të imtësuar për mënyrën se si ai ka qeverisë me atë popull. Siçoftë, nga ky hadith ulemat I kanë nxjerrë disa mesele fikhore. Mesele fikhore që të regon thellësin e diturive të djetarve dhe dobin e madhe që kemi ne muslimanët sot, që jetojmë në shekullin e 15 të hijretit, nga jo trashëgimi e madhe akademike që kanë lënë djetarët pas vete, dhe që nuk kanë lënë ajet kuranor nga I cili nuk kanë nxjerrë shumë mësime, porosi dhe dispozita fetare. Njëjtë edhe me hadithin. Nuk kanë lënë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
e nga i cili nuk kanë nxjerrë mësime, porosi dhe dispozit fetare. Edhe ne hoxhallarët e sodit dhe besimtarët e kësaj kohe duhet vazhdimisht ta lidhin mendjen dhe zemrën e tyre me burimet e fesë, Kur'anin fisnik dhe hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe t'i kuptojnë ato në prizmën e kontributit akademik që kanë dhënë dietarët brez pas brezi, që nga koha e sahabeve e deri më sot. Kështu ne ngelimi të lidhur me dituritë fetare dhe na fisnikërohet shpirti dhe na ndriçohet mendja dhe shtohet bereqeti jetës fetare në jetën tonë. Dhe asa më tepër ne merremi me dituri fetare, mësojmë, lexojmë dhe i përsërisim ato, aq më tepër Allahu i Madhërisht e shton bereqetin e tij në jetën tonë. Kur ne nga dembelia, kur ne nga mashtrimi me jetën e kësaj bote, kur ne nga arsyet kota rrim larg me gjiseve të dijes, diturisë fetare, e shpërfillim, e injorojmë, e braktisim, ja kthejmë shpinën, i japim përparësi gjërave tjera, aq Allah i Madhëshëm e largon bereqetin e tij nga jeta jonë. Andaj, t'jemi të vëmendshëm, edhe të kujdesshëm, edhe të vendosur të përpikt në mësimin e fesë dhe në pjesëmarrjen tonë në mëngjeset e dijes, sepse vetëm ato e ushqejnë imanin tonë dhe e forcojnë udhëtimin tonë në rrugën e Zotit dhe na sigurojnë arritje të sigurt në finish, në cak. Përndryshe, askush prej neve nuk ka mundësi me garantu se do jetë i sigurt në udhëtimin e vet derisa të arrijë te caku i tij. Cilat janë meselet fikore që kanë nxjerrë ulemat? E para, tu në hadith është përmend kullama halaka nabiyun, gjërë që ka vdek një pejgamber. Po e ka përdorur fjalën e shkatru. Sikur se në gjuhën shqipe me thonë vdiq i thuhet ose vdes ose vdekje për frymorët dhe ngordhi për kafsht. E më thonë vdekje ose vdes ose vdiq njeriu, e ngordhi kafsha. Edhe në gjuhën arabe ma të ufuje e përdoren për njerëz. Heleke u shkatru, vdiq, zakonisht përdoret të më thonë për njerëz të këqij. Po ndonjëherë në gjuhën arabe ulemat kanë thonë që përdoret edhe për njerëz të mirë. Andaj kullama halaka nabiyun, çdo herë që vdeku një pejgamber, u zëvendësu me një tjetër. Do të flet për kohën e Benu Israilëve. Po kjo është njëra prej kuptimeve që kanë thonë ulemat. Thot Imam Neviu rahimahullahu taala, wa fi hadha al-hadithi jawazu qawli halaka fulanun idha mat. Lejohet me thonë, do thot u shkatru filani kur vdes. Fundi fundit këtë e përmend edhe Kurani fisnik kur Allahu dhe thot hatta idha halaka kultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula. Derisa kur vdiq, domethënë një pejgamber, thatë se Allahu nuk ka me çu pejgamber tjetër në atë vend. Kjo mesele që ka të bëjë me gjuhën arabe, dikush për neve ka mundësi me thonë çka ka lidhje kjo me ne. Çka mësojmë na për kësaj? Është çështje që ka të bën me rregullat e gjuhës arabe. Na çka fitojmë për kësaj? Na çka fitojmë është kjo që do e them tash. A e shifni se si muslimanët janë mundu në çdo veprim të vetin, jo vetëm, po edhe në çdo fjalë që e thojnë me lidh atë me Kur'an dhe Sunet. Edhe kjo do të më qenë mësimi për kësaj mesele. Muslimani vazhdimisht në jetën e vet, jo vetëm bot kuptimet e tija, ideologjinë e tij, konceptet e jetës së tij, ti merr nga Kurani dhe Suneti.
por edhe fjalorin që e përdor. Që ngjyrosja e tij me fen tjetë ngjyrosje e tejpërtejshme. Do thot ngjyra e fesë islame të depërton tek na në të gjitha qelizat e trupit ton. Edhe në mendje, edhe në zemër, edhe në organet dhe gjymtyrat tona, edhe në lëvizjet, edhe në veprimet tona, në çdo segment. Edhe në diturit tona, edhe në emocionet tona, edhe në angazhimet tona. Që Islami mos tjetë vetëm verbalisht, edhe formalisht pjesëmarrës në jetën tonë. Jo vetëm kur flasim na të flasim me Islam edhe për Islam. E jeta jonë, veprat tona të jenë ndryshme, plasë që flasim. Jo vetëm të jemi musliman kur jemi në xhami, po të jemi musliman edhe kur jemi jashtë xhamisë. Jo vetëm të jemi musliman kur flasim për humanizëm, bamirësi, ndihmë sociale, po të jemi musliman edhe kur bëjmë biznes, edhe jemi ortak, edhe t'i japim drejtësi njëri tjetrit, që tjetë për neve gajle më e madhe, mos ta idhnojmë Allahun, se sa kush për neve sa ka me marë. Andaj Islami shifet të gjitha momentet e jetës sonë, sidomos ato ma kritiket. Kur të lodhemi, kur të nervozohemi, kur të kemi sfida, kur kemi joshje, kur kemi fitne, atëherë dhe qesh Islami jonë. Në bollok, në rahati, në komoditet, në mirëqenje, këta mund e mu kallëzu musliman të mirë. Ama në fukarallëk mu kallëzu musliman i mirë, është gjë e madhe. Ama kur grindesh me diken me kallëzu Islamin tanë, është gjë e madhe. Ama kur ki presion me kallëzu Islamin tanë, është gjë e madhe. Ama kur privohesh nga përfitimet e ndryshme ekonomike për shkak Islamit tanë dhe t'ja man Islamin, është gjë e madhe. Në luft me tregu Islamin tanë, është gjë e madhe. Rahatlëk, në bollëk, në mirësi, këtë tregohen musliman të mirë. Edhe na kemi pa në këto vite të komunikimit dhe të jetesës me musliman të sotit, që letë është me konë musliman në bollëk, letë është musliman me konë rahatlëk, edhe ato bo gjëmat i madhë, ama në momentin që vjen një goditje, në momentin që vjen një shtypje, në momentin që privohesh për diçkajt për shkak Islamit tanë, atëherë shifet se e ki për një me. Atëherë shifet kush e i sinqertë. Kush e përparësi Islamit, dhe është i gatshëm me sakrifiku për atë Islam, për atë i cili jo, ose janë ndronë ngjyrën e Islamit ti, ose e dopson Islamin në jetën e ti, ose Zoti mos e boft zhveshët krejtësisht për Islamit. Dhe na e shohim vazhdimisht në zhvillimet tona shoqërore. Se si njerëzit që nuk e kanë Islamin bindje, Islamin shpirt, Islamin jetë, në momentet të ndryshme, ndryshojnë ata. Merë pozit, ka qenë ndryshe, bo ndryshe. Bën pare, ka qenë ndryshe, bo ndryshe. Bën famë, ka qenë ndryshe, bo ndryshe. E kështu me radhë. Ne duhet gjithë one, edhe te, të gjithë na, duhet vazhdimisht në jetën tonë Islamit më dhon përparësi. Dhe Islami me qenë prioriteti i jetës sonë. Dhe kur jemi në skryq, atë shkojmë me Islamin si fej e jetës sonë, apo me përfitimet e ndryshme të kësaj bote, duhet me qenë të bindun edhe të vendosun, pa e mendu dy hera me shku me Islamin. Dhe është dikush ka mundësi me thonë, hoxha, po humbi për shumë. Shpesh në ndodhë me qenë në skryq. Nëse na çdo herë japë me përparësi Islamit, edhe humbim pozitën, e humbim biznesin, e humbim famën, e humbim autoritetin, e humbim pushtetin, e humbim fitimin material, e humbim, na si kina mes për para.
Në themi me plot goj, të bindun 100%, jo 100%, se kush I jep përparësi Islamit dhe kush e zgjedh Islamin para çdo gjëje, ai sigurisht ka me jetu mirë edhe këtë botë, e mos flasim për të mirat që e presin në ahiret. Se fundi fundit provat e kësaj bote zakonisht janë shumë më pak se sa shpërblime që na vinë këtë jetë. Secili prej nesh, nëse niset nga vetja e tij, ditët me sprova, javët me sprova, muajt me sprova, vitet me sprova janë shumë më pak se sa javët e muajt e vitet me begati dhe dhunti Zotit. Këtë botë, kjo është e para. E dyta, po krejt jetë e kësaj bote me qenë me sprova. Përballë përfitimeve që I merr ti në jetën e amshueshme të ahiretit, a ka krahasim? Janë 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, janë 100 vjet përballë viteve pa kufi. Edhe andaj besimtari nuk humb nëse rreshtohet me Islamin të gjitha rrethonat, po vetëm se fiton. Megjithëse po duam me potencua edhe një herë se Allah I madhëshëm secilit njeri që e zgjedh Islamin para çdo gjëje tjetër, ka më dhënë ngritje edhe në këtë botë, ka më dhënë jetë të këndshme edhe në këtë botë, ka më dhënë shpërblimet e veta edhe në këtë botë, përpara se me Allahun më ia dhon jetën e këndshme, shpërblimet, pozitat e larta në jetën pas vdekjes. Andaj kjo mesele fikore, të cilën kanë përmend ulemat, që ka një mësim praktik se si muslimanin të gjitha vendimet e tija, të gjitha botkuptimet e tija, të gjitha konceptet që I ndërton jetën e tij dhe të gjitha fjalë që I përdor, do thot niset, edukohet, mësohet nga Islami. Meselja e dytë fikore që e kanë përmendur ulemat që merret vesh nga ky hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është më e rëndësi? A puna e dinit, a puna e dunjas? A dini, a dunjaja? A feja, a interesi I kësaj bote? Pushteti I ka tudi antë e veta. Pushteti e ka edhe fen, edhe dunjan. Nëse vjen kryetari I mirë, I drejt, ai edhe e shton fen e vet, po edhe ndihmon shoqërinë me jetu jetë fetare të mirë. Po është I dhënë pas dunjas, atër pushteti I tij I jep dunjan. Po ja merr fen në këtë botë dhe ja merr ahiretin pas vdekjes. Edhe zakonisht kur themi na pushtetar, kryetar, mbretër, shumicës e njerëzve I shkon mendja te dunjaja. Pse? Sepse shumica e pushtetarëve, e mbretërve, e qeveritarëve janë të mashtruar mas dunjas. Se nuk mundet njeri me u dit vlera e tij, fetaria e tij, kur nuk e ka sfid pushtetin, kur nuk e ka afër pushtetin. Nuk ka mundësi me pa na fetarin ton në pasuri, kur s'kemi pasuri. Nuk kërkohet për një fukaras të testohet imani I tij përballë pasurisë kur është fukara. Ose nuk kërkohet për një besimtari të testohet imani I tij ka shi pushtetit kur ai s'ka pushtet. Andaj unë edhe ti nuk është për ne sfidë pushtetit se nuk e kemi. Edhe pra që se ka pasurin nuk është sfidë pasurisë sepse nuk e ka. Ose fama. Kur bëhen sfidë të për neve, atë kur na jemi aty, me to, me pushtetin, me pasurin, me famën. E tash qytetarët, kur ballafaqohen me pushtetarët, nëse janë ata fetar të devotshëm, atë komunikimi I tyre me ata pushtetar e rrit fetarin edhe të shoqëria, edhe të pushteti. Mirë po ajo edhe në historinë islame ka qenë manifestimi I rrallë. E mos flasim sot. Edhe të khulefat musliman që kanë qeverisë me islam,
edhe të ata është pa ma tepër lakmia për dynja se sa shfrytëzimi i pushtetit për ta përhap fen. E mos flasim për sot. Kështu që komunikimi i njerëzve sot me pushtetin është komunikim në përfitime materiale. Pushteti komunikon me shoqërinë se përfiton për tyre materialisht, e zgjat ymrin e pushtetit vet. Dhe populli komunikon me pushtetin për përfitimet e veta materiale, sepse vjel të mira materiale për pushtetit. Mirë po, në këto raporte të zakonshme që janë mes pushtetit dhe shoqërisë, ky hadith edhe këtë argumentet fetare na mësojnë që muslimani mi dhon përparësi fesë para dunjas. Në kjo mesele fikhore që kanë nxjerrë ulemat, është testi më i madh për secilin musliman që merret me politikë. Se të gjitha veprimet e veta, të gjitha mendimet e veta, të gjitha planifikimet e veta, të gjitha angazhimet e veta, vazhdimisht duhet me pas përparësi fen para dynjas. Shive, unë tash flas teoretikisht, megjithëse se brenda 30 viteve kam pa vazhdimisht shumë pretendent, shumë njerëz që kanë pretendu se angazhimin e tij politik e ka për hir të fesë. Ama realisht nuk e ka dëshmuar me asgjë. Veprimet e tija të përditshme kanë dëshmuar të kundërtën. Se ai kretë këtë punë e bën me fitue dynja. Edhe për këto arsye, me kalimin e kohës çka ndodh? Ai devijon edhe fetaria e tij dobësohet. Dhe normalisht pasuria e tij shtohet. Se çka të lipi e shpezotit t'jep. Kush e ka syrin drejtën dynjan, Allah ja jep dynjan. Ja ndryshon gjendjen ekonomike, standardin social. Kush ka qenë, kush është bo. Si ka qenë, si është bo. Mirë po, a rrit edhe fen, pikpytje. Zakonisht, ka përjashtime, gjithsesi. Ama zakonisht, shkon, nëse e rrit përfitimin e dynjas, e hub fetarin. Zakonisht. Ka dhe përjashtime, ka njerëz që edhe rrisin dynjan edhe rrisin ahiretin. Ama këtë janë rrallë. Po shumica janë kështu. Edhe kundërta. Ata që rrisin fetarin nuk kanë problem pse u dobësohet pozita e dynjas. Për shkak se fetaria shembull ta kufizon burimin e fitimit, ti s'mundesh për shembull me fitu parë me haram, me rrena, me mashtrime, me kamat, me alkohol, me drogë, me vjedhje, s'mundesh me fitu parë. Me rrena. Ama ai që s'ka fetarie, s'ka problem. Dhe për këtë shkak ky hadith neve vjen me na potencu se çdo herë muslimani i vërtet duhet me dhënë përparësi fesë para dunjas. Andaj në hadithin që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ketë pas meje shumë khalif. Se unë jam pejgamber i fundit, la nabi e ba'di, pas mua mos ka pejgamber. E punën e qeverisjes popullit e bëjnë khulefat, zëvendësit e pejgamberve. Edhe ata kanë me qenë shumë, normalisht, sikur se na e dim, ka qenë koha e Mevidve, ka qenë koha e khulefar Rashidun, pastaj ka ardhur koha e Mevidve, pastaj koha e Abbasidëve, pastaj Selgjukut, pastaj Osmanlit, derisa përfundon domethënë 1924 zyrtarisht khilafeti si qeverisje islame. Edhe tash muslimanët janë pa khalife musliman. Inshallah taala muslimanët udhëzohen, drejtohen, i kthehen Kur'anit, Sunetit, i kthehen fesë, edhe u kthehet përsëri një qeverisje e tillë nga e cila ka pas dobi këtë bota, jo vetëm muslimanët. Edhe çka than sahabët, çka na urdhnon ti ja Rasulullah neve, nëse na arrim e tu në kohën e khulefave, khalifave, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përmbushni beslidhjet tuaja ndaj khulefave me rën.
kush është khalife në kohën tonë, ja bejan beslidhin ati. Ai bie për pushtetit apo vdes, kush vjen mas, ati me radhë. E pas e tha, thumme, a'tuhum haqqahum. Pastaj, përmbush një obligim e tuja ndaj tyre si pushtetar. Kur shoqëria qeveriset me një pushtet të mirë, të drejtë, atër prioriteti e shoqërisë është me I përmbush obligimet e veta ndaj shtetit, I cili përfaqësohet nga halifi. Pse? Sepse kur populli, do të thotë shoqëria, I kryen obligime ndaj shtetit, atë shteti bëhet I fortë. Edhe ka marrëveshje brenda për brenda, edhe ka zhvillim. Ka harmoni, edhe ka zhvillim. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I dha përparësi në situata të pushtetarëve të mirë, respektin ndaj pushtetarëve, ndaj pushtetit. Sepse ajo krijon harmoni shoqëri, edhe krijon zhvillim. Mirë, e pushtetja ka obligime ndaj shoqërisë, ka obligime. Nëse është I mirë, ai automatikisht mirësia e atij pushtetit varet nga sasia e obligimeve që I përmbush pushtetit ndaj shoqërisë. Mirë po, nëse ata nuk janë të vetëdijshëm për pozicionin që e kanë, nëse ata nuk janë të mirë, nuk e kanë ngale shoqërinë, popullin, e kanë ngale veç vetveten, thot was'alullaha alladhi lakum, lutna Allahun që Allahu të jep hakun tuaj. Pse lutna Allahun? Po se ata se kanë jetë më dhon. Që ti mos e mëso veten me u nështrua ti, mu bo lips prej ti, sepse pushtetarët e pa drejt, pushtetarët zullëmqar, pushtetarët hilegji, momentin që e kanë grumbullu pasurin dhe pushtetin, njerëzit sa ma shumë u vardisin atyre, sa ma shumë që I lusin ata, këto ma shumë I shkelin, këto ma shumë I nënçmojnë. Shifne kjo është një porosi shumë e madhe pejgamberike, me kuptue muslimanët rahatohen. Andaj, momenti që keni pushtetar të mirë, jepni përparësi obligimeve tuaja ndaj pushtetit, jo të drejtave që keni në pushtet. Sepse pushtetari I drejt, ma shumë ta ka gale ty se vetvetes. Por nëse pushtetarët nuk janë të drejt, mos e lipni hakin tuaj prej tyre, sa ata ju nënçmojnë, sa ata ju shantazhojnë, sa ata va paguajnë një vot me 50 euro. Se ti e ma I shtrenjë sa një 50 euro, sa një kile mil, sa një thes mil, sa një pako vaj. Andaj mos e lip hakun tanë prej tyre. Po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha alladhi lakum, hakun tu I lip në pi Allahut. Se Allahu ta jep edhe nuk në nëshmon. Allahu ta jep edhe ta ruan autoritetin tanë. Edhe ti kur e lip hakun tanë prej Allahut, ti e ruan pavarësinë tonë, ti e ruan lirinë tonë. Të janë fjali shumë të mëdhaja, fatkesisht sot s'kan vlerë të një pjesë e madhe njerëzve. Njerëzit e japin jetën për liri, o vllazni. Se liria është më e shtrenjtë se jeta. E jo mos e do një përfitim ekonomik, material. Njerëzit sot janë gatshëm me shit lirinë e vet për me fitu një pozitë. Se në momentin që ti bëhesh sklav I një partie politike, sklav I një opcioni politik, I një kryetarit të partisë, edhe ti nuk ban asgjë përveç asaj që ai kërkon prej teje, edhe shef në postimet e tija në rrjetet sociale, se si e madhron figurën e një njeriut, që me Allahun si ka punë të mirë, hiç, po edhe me njerëzit është I mbushur me rrena, e premtimet paralizume, e si e shefti një njeri që falet 5 vakt namaz, sa e madhnon atë, e shef se këtë njeri e ka hupi lirinë e vetë moti. Që atë ditë që në përmes asaj partia ka marrë një pozit, edhe pra asaj pozitja e ka shmush konton e ti me pare.
Edhe majmë nuk është njeri i lirë. Ai nuk është rob i Allahut Dhul Xhelal plotësisht, pa është rob i dunjos së vet, edhe rob i atij asaj partie që nëpërmes asaj ka marrë pozitë ka popare. E muslimani është më i madh me shpirtin e vet, me mendjen e vet, me imanin e vet sa që kjo situatë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson neve që në situata ku kemi pushtetar zullumqar me lip hakun ton për Allahut, jo për njerëzve. Kjo s'do me thonë që na mos me kërku ata me përmbush obligimet e veta, premtimet e veta, detyrat e veta që kanë. Jo, ama lipe për Allahut, zemra jote mos lidhet për njerëz. Shumë njerëzit që futen në politik, futen për me marrë një pozitë, që pastaj prej asaj pozite me bo pare. Një njeri që e në kështu me këtë matematikë politik, a njeri ka me qenë rob i partisë politike, edhe rob i liderit politik, edhe rob i pozitës që ka me pas, jo rob i Allahut Dhul Xhelal. Andaj na themi vazhdimisht që muslimani në momenti që vendos të jep një kontribut në zhvillimet politike në vendin e tij, për herë do të me pas këtë parim para vetes. Dini para dynjas, feja para përfitimet material, Allahu para çdo gjë tjetër. E masen Allahu ka me dhënë sukses, e bereqet, ka me dhënë edhe sfida, ka me dhënë edhe peripeci dhe vështirësi, gjithsesi. Ama në fund ti kemi qenë fitimtar me lejen dhe ndihmën e Allahut. Andaj tha fe inna Allah e tash çka ndodh me ata zullumqar, pushtetar, sot për shembull bota plot lider politik zullumqar ka, sa dush. Sa ka sot zullumqar në botë nuk e di ku ka pas. Se edhe shtete ka më shumë, sa më shumë janë shtu shtetet, është shtu edhe numri i kryetarëve zullumqar. Fe inna Allahe sa'ilum amma sërahum, ata zatën kanë me dhënë llogari Allahut për atë pushtet që e kanë marrë. Askush s'ka me shpëtu. Për shembull sot neve na dhem zemra kur e shohim Palestinën, edhe gjendjen jo e tmerushme, po gjendjen domthonë e pa imagjinueshme për të keqe që është në Gaza. Edhe dim se shkaku kryesor janë ata shtete rreth e përqark që udhëhiqen për kryetarëve me emra musliman. Edhe normalisht mushet zemra me idhnim, me nervoz, se si ka mundësi për shembull me amshel derën vllavit vet. Edhe me lon me vdek nga uria. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush e ka një mac e nuk e ushqen, apo nuk ja çel derën që e vet ushqet, e ngordh maca, ka me dhënë llogari për Allahut xhelal. Për një mac, për një kafsh. E çka flasin për një njeri, për një musliman. Edhe të nervozohesh, jedhnohesh. Ama vjen kjo pjesë e hadithit dhe ata kanë me dhënë llogari dikujt. Edhe kanë me dhënë llogari Allahut Dhul Xhelal, i cili është i drejtë. Edhe vendimi i tij është absolut, ka me u zbatu mbi te. Edhe ai ka me shiju idhtinën edhe vuajtjen e madhe nga dënimi i Allahut Dhul Xhelal për shkak atij zullumi që ka bërë. Andaj kjo mesele fikore që ne përmendëm na dhe kanë përmendur ulemat, duhet me qenë vazhdimisht e pranishme te na, që na t'i përmbushim obligimet tona ndaj shtetit dhe nëpërmes përmbushjeve tona ndaj obligimeve ndaj shtetit, ta ngrisim fjalën e Zotit dhe ta mbrojmë shoqërinë nga mosmarrveshjet e hakun ton, ta lipim pi Allahut, mos e japna mundësinë pushtetit zullumqar do të na shantazhon me një kacide që na jep ose me një kafshat buke që na hudh. E të na bën neve si kafsht, qenve që japin një koc me cilën e mashtrojnë, apo pulave që japin kokra, gruri apo mistri me cilat i mashtrojnë. Muslimani nuk mashtrohet me të mirat e dynjas që fiton. Po lufta e muslimanit me qenë triumfi i fesë, dominanca e drejtësisë. Ajo është më e shtrenjtë dhe më e madhe sa çdo përfitim material i kësaj bote. Është edhe një mesele fikore tjetër që e kanë nxjerrur ulemat nga kjo hadith, po ajo inshallah taala ngjelet për dersën e ardhshëm dhe me kaq ne e përfundojmë këtë mezhlis, duke lutur Allahut na e ditë të dobishme dhe vepra të mira,
na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra dhe ashtu se na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhreshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.